zbritje, fiton Ademi, futet në zonën e pëtësisë, edhe për te fiton Ademi, bukur mirë deri te kapiteni, Ramadani, goditje Ramadani dhe 1-0! 1-0 mason skuadre, shkëtjes mek të gol, fantastik, dhe njëri prej vëllezërve, Ramadani, nërsa ky është nga bandistë të pranishmit të duhet në stadiumin e kryeqytetit nga Eko Arena. Edhe një goditje e cila ka qenë tepër e fuqishme me të djathën e djaloshitar, djaloshi i cili u rrit në duart të kësaj skuadre dhe vërtet meriton të jetë në formacionin e parë. Për të mos luftuar asnjërin as tjetër skuadër. Ja tani mundësi e mirë. A do të ketë goditje drejt portës. Evitohet rreziku, goditje. Edhe në gol, po 1-1. Barazohen shifrat. Na e shkëndijës. Këtë nuk e ka pritur kopshta as portieri vet në goditje shëm dhe njerë nga qenit. Ja shëm dhe njerë të krosim në zonën e pëtësisë. Shëmit pasje rëkujen në zonën e pëtësisë. Të shkohet lojtari me numër 26. Ja shëmë dhe njerë të ndërhyrje. Të palejuar një starti brutal ku gjyqtari Igor Stojqevski nuk kursen asgjë. Duke e Krstevski. Bukur mirë arita qësoj këtë top me Gjoks. Edhe njerë Krstevski, diagonale, goditje dhe 2-1. Zenulaj shënon golin e parë, debutit me Fanjelo Kuqezi, pasi një klet të skuadra Kuqezi. Edhe njerë kalon në avantazh skuadra Kuqezi për mes një djaloshitar. Minuta e 21 dhe 2-1 për skuadrën Kuqezi. Për të hyrën e pas shpatullave të Gjermanit Grote. Ja shin edhe njerë të diagonale të bukur të Muratit deri te Krstevski. Krstevski futet në zonën pëtësisë. Me ndjeshtri si në pjatja se sa u larguan edhe shumë lojtarë të tjerë shikues të ndruar nga skuadra e Shkupit pas trazirave të cilat i kishte kjo ekip dhe nuk arriti të edhe një goditje nga distanca. Ishte intervenim fantastik i Gjermanit Grote, kjo goditje e goditur nga lojtari i Shkëndijës. A shohim edhe një herë. Aka Ibrahimi. Shifni ky lojtar kur ka topin, vitet janë vetëm numra për të lojtar shikues të ndruar. Edhe njerë Besart Ibrahimi dhe 3-1. Kush pos Besart Ibrahimi. Ari të reagoj shpejt me këtë lojtar skuadre e Shkëndijës në minutën e 70, duke sjell në avantazh për të tretën herë skuadrën e Shkëndijës me rezultatin 3-1. Ja e përmenda kur ky lojtar është shikues të ndruar në fush, vërtet, skuadra ka motiv tjetër, kombinime të sakta, bukur. Edhe një depërtim, Latifi, bukur mirë atje ka kombinuar me ansorin e skuadrës së Shkëndijës në sajt të fatit, dhe shko rezultatin e 4-1 sërish kush, pos Besart Ibrahimi. Ky gol i regjistrohet këti, ai është jo vetëm goleshënuesi më i madh i kampionatit, por edhe fituesi 6 çmimeve për goleshënuesin më të mirë të sezonit, një rekord që e bën atë të pakonkurrueshëm në historinë e futbollit të Maqedonisë. Që do thotë se kemi të bëjmë. Edhe një herë bukur mirë ka gjetur Besart Ibrahimi, konime të sakta dhe 2, gol 5-1. Ari të shënoi më në fund Liridon Latifi, shpërthen ky lojtar i cili nuk arriti të gjej portën gjatë këtyre minutave për skuadrën e Shkëndijës apo të parin personal për sezonin 2025-2026. Kombinime të sakta, kompjuterike, asistim i shkëlqyeshëm i Besart Ibrahimit deri te Liridon Latifi. Ky i fundit nuk fal, duke shënuar atje bukur mirë me të majtën e tij vetëm poshtë për të pestën herë gardianin e skuadrës së Shkupit.